إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahun azza wa jalla falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhurojmë Allahun azza wa jalla për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçantë për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në qastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Është një pyetje që ndonjëherë njeriu ja parashtron vetvetes për nga kurioziteti, apo ndonjëherë nga vezvesja e shejtanit, apo ndonjëherë për ndonjë arsye tjetër që i thot vetes çfarë është fajda dhe dobia e të mirës që e bëjmë na. Që sa kohë jemi duke përmend dobit e agjerimit të shevalit, dobit e muajit Dhulqeide, muajit Dhulhijja, e kurbanit, e agjerimit ditës Arafatit, e duas, e punëve të mira, çka o dobia e këtynve? Çka përfitojmë nga gjithë këto? Mirë, në rregull se vapi ajo kjo, po ndonjëherë njeriu mundet edhe mu bo fitnë edhe mu sprovu. Dhe mos gjetja një përgjigje të saktë e qetësuese për zemrën, njeriu mundet ta shpin kundrejt plogështisë dhe braktisjes apo dobësisë dhe paksimit të punëve të mira. Në sajë të kësaj Allahu te bareke ve teala në surën Taha ja përmend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këshillat e para që e jep Ademit alayhis salam dhe Havës kur ato i zbret prej xhenetit në tokë. Që më abo me di atyre se këtë tokë dhe jetën në këtë tokë mund të jetoni ashtu të mirë të lumtur sikur me qenë në xhenet, nëse ju i përmbaheni disa rregulla dhe parimeve që unë tash do t'u mësoj o Adem dhe o Havë. Dhe kjo vlen për gjithë bijtë dhe bijat e Ademit. Dhe në hutbët në vijim që t'i kemi në javën e ardhshme dhe pas asaj, do të mundohemi t'i tregojmë dobitë e udhëzimit, dobitë e punëve të mira, konkrete, që i kemi ndoshta nuk vadim vlerën dhe kimet dhe ndoshta kushtimiston në gjunë materiale, nuk dime dhe të materializojmë ato dobi dhe mirësi që i kemi dhe nuk kemi të vetëdijshëm se sa të mira që kemi na si imanie, si besimtar, dhe çfarë përfitojmë nga çdo i mirë që e bëjmë na. Gjithë ato stacione të pastrimit, të përkujtimit, që Allahu i kalon në adhurime, në kohë, në ditë të caktuar, e në net të caktuar, e në muaj të caktuar, nuk janë kot. Ato me apo pa vetdijen tonë reflektojnë në zemrën tonë, lumturinë tonë, në mirëqenjen tonë, shoqërinë tonë, familjen tonë, në mallin tonë, në vladin tonë dhe kështu me radhë. Se udhëzimi dhe e mira i sjell njeriu të lumturi, i sjell njeriu të mirëqenje, i sjell njeriu të qetësi shpirtërore. Njerëzimi kur ma shumë s'ka pas të mira materiale se sa sot, ama njeriu dhe njerëzimi shqetësimin më të madh shpirtëror e përjeton dhe shijon pikërisht në këtë shekull ku materializmi dhe luksi do thotë është në formë maramense që nuk mundesh as me imagjinu sa shpejt zhvillohet. Ama apet s'ka qetësi shpirtërore, s'ka lumturi. Diçka një gurë që këto është, s'është diçka në rregull. Pse mungon udhëzimi?
Andaj Allahu Azza wa Jall ndër porosit e para që ja thot Ademit dhe Havës, ju thot faman ihtada fa innahu la yadhillu wala yashqa. Dhe kush udhëzohet, kush hec mas udhëzimit, mas të mirës, mas hajratit, fa innahu la yadhillu wala yashqa. Ky njeri asnjëherë nuk devion, këshire e mira, udhëzimi, trum prej devijimit. Ku ka të keqe më të madhe sa me hu pudhën në borin tënd, me deviju. Me deviju do me hu pudhën. Mos me ditë se kjo arë në këtë dunjo. Ku ka punë më të keqe sa me jetu, e me frimar, e me u shkollu, e me u pasuru, e me qysh du shtuj, mos me ditë se të ka kriju Zoti. Mos me ditë se kjo arë në këtë dunjo. A dini se një pjesë e madhe e njerëzve, në qofshin edhe intelektual të shkolluar, të ngritur, mi ndar dhe mi pyet, apo më tregon, a e din, a ki menu në jere pse kjo ardhë këtë dunjo? Se di përgjigjen. Ose do të thotë diçka kote kote, do të filozofon diçka ama edhe ai edhe te e merr vesh se so diçka në rregull. A muslimonin më modest, më thjesht me pyet, sepse kjo ardhë këtë dunjo, do të di, se Allah i ka thonë, wa ma khalaqtul el gjinne wal insa illa liya'budun. Thotë Allah, si kam kriju e gjinët edhe insanët për asë gjë tjetër për se me adhuru Zotin. Zemra jonë me u përkull Rabbul Aleminit. Wala yashqa, thotë Allah. Dhe kur nuk piklohet, se gjithë një e din, se në ndihmën tonë, për krahjen tonë, është Allahu te bareke ve teala. O dhe zërdashëm, udhëzimi, qoftë edhe simbolike, është shumë i dobishëm, i vyshëm dhe ndryshues në jetën e njerëzve. Do t'ua tregoj një shembull shumë të thjeshtë. Çka do me thonë e mira dhe dobit e të mirës, dobit e udhëzimit. Që kina taze, alojna në Kurban Bajram. Dita e tretë e Kurban Bajramit është sot. Një person i çon mish kurbanin një personit tjetër që pin raki. Me vedije ja çon një kese, Kurban Bajram bëjlon, ajo e disa i pi raki. E disa edhe nuk falet. Me vedije ja çon. Edhe tregon personi që ka qenë mysafir te ki rakigjia i parë. Thot shkum taj në bërë, mas Bajramit, edhe po pim raki të ditë në barë. Tonit këto, si janë një bëndgji. Dhe duke pi raki në barë, ajo e zoja e shpis në bëjke sa i gi, deri sa kjo i tha, a ka tha nëj misht pjekt me nasjel, tha misht ka vetëm të kurbanit. Është ta një kejse mish, ama është mish kurbani. Tregon ki tjetëri, thot, kur e përmendi mishin e kurbanit, tha si kur isha duke pi raki, e lash gotën, thash mu izën. Thash mu izën. La ilaha illallah. Tha, i ka thonë ki domaqinit shpis, tha mu izën, ama ka dabe, izën të lutna. Tha, u qova për tavolinës, dola prej shpis, dhe njëtën teme, kur se kum shti raki në goj, edhe prej atë dit kur se kum lon një namaz njëtën teme. Ama dini ku këthejt kjo? Kjo këthejt të ajo, kjo këthejt të qaj besimtare që kur kush se din, kur kush se njef, me qfar njëjtë e ka qu mishin e kurbanit, me qfar njëjtë e ka prej atë kurban, me qfar njëjtë e ka promovu atë simbol të islamit. Ajo nuk ka qenë vetëm një kese me mish, nuk ka se vetëm mishi, kesja, poenta e kurbanit, është një jeti i madh dhe i mirë, që e përmenda në hutbën e Bajramit, se ta Allahu shkon një jeti i mirë, mishi gjaki jesi në tokë, një jeti i mirë, ajo udhëzimi, hidajeti, që promovohet mesin e njerëzve, ajo mbetet në tokë. Dhe ajo sjell ndryshim në jetën tonë.
Që kjo është dhe shumë si këto arsye janë që neve du të me na stimulu dhe me na nxit mi bo punë të mira dhe mos mund dalë. Dhe në të mirën që e bëjmë mos me i klasifiku njerëzit me të njofshëm, i joni, ja banxhia, ky pin raki, ky ban kështu, ky ban ashtu. Ti banë një jetë me një punë të mirë, me një llaf të mirë që kemi a thonë që aty me a zbut zemrën, me a ndryshu jetën. Po s'parjerë dush me ndryshu vetën tënde. Dush me ndryshu vetën tënde, egon tënde, nefsin tënde. Se a ki mendim të mirë për njerëzit. Njerëzit a u urenë si njerëz si emër, apo njerëzve u urenë gabimet dhe të këqijat që i bëjnë, na shumë i përzim telat. Andaj o vëllezër dashur, Allahu te bareke ve teala ja boni me dia Ademit dhe Havës. Sa i udhëzohet dhe hec mas udhëzimit, ai kur se hup udhën në bord vet. Dhe ai kur nuk wala yashqa, do me thonë, dhe ai kur nuk shef ditë zezë në jetën e vet. Ai ka sprova. Ai ka sikletën në momentet caktuara, ma jo ditë zeza. Jo me hup udhën në bord. I menaxhon ato, i zgjedh. Ja ban çorën del selamet, sa ajo është i mbështetur në Allahun te bareke ve teala, i cili e ka kriju edhe tokën, edhe qiellin, edhe ty, edhe mu, po edhe problemin që të ka ardhur me izën të atij dhe me urdhën të atij dhe largohet. Ka se kujtonte dhe ka se mendonte. Andaj dashur vëllezër, të mos ndalemi duke bo mirë. Të mos mendojmë asnjëherë se boll kina bo mirë, gjithnjë kina nevojë me bo mirë. Dhe se e mira s'ka fund, dhe se dobitë të mirës nuk kanë fund, që reflektojnë tek ne, që reflekton tek e vladi jon, tek pasuria jon, tek familja jon, tek shoqëria jon, tek qyteti jon, tek shteti jon. Dhe na kur zguxojmë mundal, duke bo mirë dhe duke mendo mirë, dhe duke u mundu gjithnjë ka e mira dhe ka e mbara, me cilën Allah te bareke ve teala është razi. E kulu ma tesma'un, walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të dashur vëllezër, këshilli i xhamisë ju çon selam gjithë xhamatit sot në dalët e xhamisë, të mundoheni të bëjni bajram me xhamin Isabeu. Sot kena me bajram me xhamin. Sot xhamis kena mi thonë në gëzosh bajramin, oj xhamia e Isabeut, ati rahmetli që na kalon këtë vakëf të madh, e që elhamdulillah me breza populli jon dhe vendi jon ja ka pa hajrin dhe dobin kësaj xhamie, këtij mihrabi, kësaj kursie dhe këtij xhamati të bekuar të mirë. Mos harroni se sot është ditë e xhumë dhe sot shumë sevap me dërgu salavate dhe selame mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me salavatet dhe selamet më të njohura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.